Gjykata e Shkodrës ka lënë me masën e sigurisë detyrim paraqitje 8 banorë të arrestuar të Bakstriollit, gjithashtu atyre është ndaluar të shkojnë pranë tokave. Sipas banorëve të tjerë që ishin pranë komisariatit të policisë së Shkodrës, ky vendim është i padrejtë dhe po ndalohen të shkojnë pranë tokave të tyre, ndërsa vijojnë kërkojnë drejtësi. Sot kam pas gjyqin, të gjithë ata që ishin të arrestuar janë 8 persona. Avokati na dha një informacion që janë liruar me kusht detyrim paraqitjet edhe mos shkojnë më te toka e tyre. Por nuk e di se sa është e drejtë kjo punë, sepse toka është e jona, ti më na lën mua me shku në tokë teme, nuk është e drejtë. Na nuk do të shkojmë me fjet të shpellë. Shpella i tokën shpellarit. Na kena shtëpinë tonë e familjen tonë aty. Na kërkojmë drejtësi, sepse kjo është tepër e padrejtë. Tash sot gjithë Shqipënia peshe që fshatit Bakstriol po i vehet koma, edhe nuk po gjinet zgjidhje. Edhe pse ata i kanë ndaluar, protestat do vazhdojnë, edhe s'do të ndalojnë kurrë. Deri në pikën e fundit. Sepse aty është prona që ne na kanë lënë partë tonë. Atje nuk është protestë. Atje është rezistencë që bëjnë banorët për të mbrojtur pronat e tyre, historinë e tyre dhe të ardhmen e tyre. Këtu jemi në protestë. Këtu përballë policisë po protestojmë për një padrejtësi që është bë. Ndërsa atje banorët janë duke regjistruar me mbrojtje të ardhmen e tyre, jetën e tyre, tokat e tyre, pronat e tyre që i kanë mbrojtur gjithë jetën historikisht. Kemi shumë njerëz si ky, tjetri, ata që luajnë sot, që pothuajse shumicën e kohës, tash 30 sa ditë e kanë bënë në komisariat policisë. Çka është e paligjshme, është e paligjshme. Është kollaj që një banor ta marrë ta sjellë kështu, por e vërteta është me këto banorë. Ne na trashëgimitar dem baba dem aty, gjyshi, stërgjyshi, baba më ka lejë atje. Na kena shku për çdo vjet, i na kena atje. Zdi se sa bëhet me ne, ku ka me marrë vesh populli shqiptar, se na jena venali aty. Pash besën e Zotit, merr një vesh, e na bini mrapa se për si të bëhet janë të ushtruar kriminala në Shqipëri. Pash besën e Zotit, mos na leni me na lën kalamet vetëm. Gjatë jetës kam gjë me thonë, i baj thirrje kush ka oreks, më marr me popullin shqiptar, të merr me popullin e rrjedhut, se ka ardita për si të bëhet mos zyrot. Arrestimi i banorëve të Bakstriollit erdhi pas përplasje fizike me punonjësit e sigurisë në zonë, teksa dëmtuan mjetet dhe objektet e firmës.